Kardinali Amerikan Robert Francis Prevost u zgjodh papa i 267 dhe zbriti në balkonin e Bazilikës së Shëmpjetrit si udhëheqësi i ri 1.4 miliard katolikëve të botës. Ai do të njihet tani në vazhdim si Papa Leoni XIV. Kardinalëve ju desh 2 ditë për të zgjedhur një pap të ri duke përputhur afatin kohor me 2 konklavat e mëparshme. I lindur në Chicago në vitin 1955, Amerikani i parë në krye të kishës katolike pati një karrierë misionare në Amerikën e Jugut, ku punoi për gati 15 vjet, në Peru deri në vitin 1998. Në 2015 u emërua peshkopi Chicalajos në Perun veriperëndimore. Një udhëheqës i jashtëzakonshëm. Me përvojë në çështjet globale, Prevost kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij si misionar në Amerikën e Jugut dhe së fundit drejtoi një zyrë të fuqishme në Vatikan për emërimet e peshkopëve. Ai pritet të vazhdojë reformat e Franceskut. Burime brenda Vatikanit e përshkruan atë si kardinalin ka alierët, që u ngrit në heshtje drejt famës, pak ditë përpara konklavës, pasi u bë kardinal peshkop në shkurt të këtij viti. Prevost është antar i urdhrit fetar Agustinian, të cilin e udhëhoqi gjithashtu për më shumë se një dekadë, gjë që i ka dhënë përvojë të gjatë në drejtimin e një urdhri të prapur në mbar botën. I konsideruar udhëheqës shumë i aftë dhe i realizuar, Prevost drejtoi së fundi zyrën e fuqishme të Vatikanit për emërimet e peshkopëve të rinj, dikasterin për peshkopët, duke vlerësuar kardinalët dhe duke bërë rekomandime për papën. Ai shërbeu gjithashtu si president i Komisionit Papnor të Amerikës Latine. Ndërsa thuhet shpesh se kardinalët ngurojnë të zgjedhin një pap nga SBA-ja për shkak të ndikimit të madh politik global të Amerikës, përvoja e gjatë e Prevost në Peru mund ta ketë zbutur këtë frikë. Prevost është gjithashtu një ekspert në të drejtën kanonike, një sistem që funksionon si kushtetut dhe sistem ligjor posaçërisht për Kishën Katolike, çka tregon se ka marrë shumë mbështetje nga krahu tradicional i Vatikanit. Prevost mori diplomën bachelor në matematik nga Universiteti Villanova i Pensilvanisë dhe më pas u diplomua në teologji nga Unioni Teologjik Katolik i Chicagos. Më vonë ai u dërgua në Rom për të studiuar të drejtën kanonike në Universitetin Papnor Shën Thoma Aquini, ku dhe u shugurua prift në qershor të vitit 1982. Më vonë, në karrierën e tij ai dha mësim të drejtën kanonike në seminarin e Trujillos në Peru.